ta duan të na fusin të gjithëve në syrin e Big Brotherit. Me aq sa ke dëgjuar, kush mendon që janë agjendat që shtyhen? Agjenda është për të shtyrë një grup të caktuar vlerash. Është që një farë mënyre, një dëshirë për të shkelmuar sedrin, për të shkelmuar bazat e morales, për të shtyrë një çik tabut. Tabut janë të nevojshme. Tabut janë si thua, ca tema që për shembull unë dhe ti si shok zgjedhim të mos i flasim, sepse jemi përtej tyre. Si shoqëri kemi vendosur që këto tema të mos i flasim sepse jemi përtej tyre. Tani themi ne ti rrëzojmë të gjitha. Okej, ti mund të rrëzosh edhe të shkosh në buzë të Greminës. Tabut janë si një gardh 300 metra larg Greminës. Pra në esencë filozofikisht Big Brother types janë duke promovuar vlerat liberale ateiste, pra që nuk ka vlera absolute, edhe ti shtyjmë sa më shumë.